أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Të dashur dhe nderuar vëllezër të pranishëm në këtë xhami, lutë Allahun e madhreshëm që gjithë neve që kemi ardhur në xhami për ta kryer një detyrë dhe obligim madhështor, karshi Allahu dhu xhelal, Allahu të na kaplon me mëshirën dhe bekimet e tij. Të dashur vëllezër, secili prej nesh kur hyni në xhami e vërejti këtë freski edhe e pa se sa nxehtë është jashtë, duhet t'i shkon në mendja të dy stacionet fundit të jetës së njeriut, ajo është xhenemi dhe xheneti. I nxehti tash verës, megjithëse ka filluar më bë nxehtë që në qershor, po koriku edhe gushti zakonisht të na kanë qenë muaj të nxehtë, ku temperaturat din me kalu edhe 40. E kjo nxehtësi e verave tona s'ka se si ndryshe përveç se me na kujtu edhe të nxehtin e xhehenemit, Allahu na ruaj pi xhehenemit. Mirë po, kur ikim prej të nxehtit të qyteteve tona, e shkojmë na për male, e freskohemi në hijet e pemëve dhe maleve, ose shkojmë na për shtëpiat tona ku i kemi të instaluara sistemet e klimatizimit, edhe ndjejmë freskin, gjithsesi kjo freski duhet me na kujtu neve freskinë e xhennetit. Edhe vazhdimisht ta lutim Allahun e madhreshëm që të na ruan nga zjarmi i xhehenemit dhe të na dhuron mirësinë e xhenetit inshallah taala. Pse? Sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Man sa'ala Allah bisidq", kush e lut Allahun sinqerisht që Allahu ta bëjë banor të xhenetit, xheneti thot: "O Allah, bëje këtë njeri banor të xhenetit." Edhe kushdo që kërkon mbrojtje te Allahu nga zjarmi i xhehenemit, xhenemi thot: "O Zot, ruaje këtë njeri, këtë robin tan nga xhehenemi." E për me bë dua për xhenet, edhe me bë dua me na ruajt Allahu pi xhehenemit, na duhet me pas prej qëllimeve kryesore të jetës son me mrinë xhenet, edhe me na ruajt Allahu pi xhehenemit. Mirë po, të gjithë na jemi dëshmitar se si na mashtron kjo dynja. Si na mashtrojnë të mirat e kësaj bote, kënaqësitë, lezetet, dëfrimi, argëtimin këtë botë. Që kjo atmosferë e freskët e kësaj xhamie me njëherë në haron nxehtësinë që është jashtë xhamisë. Një ushqim i mirë që e ham në këtë botë në haron të gjitha mirësitë që Allah i ka përgatitur për besimtarin në xhenet, e kështu me radhë. Sa e sa të mira me to gëzohemi në këtë botë dhe mendojmë se ato janë të mirat më të mëdhaja dhe më të mirat mundshme në jetën tonë. Megjithëse Allahu dhu xhelal ka përgatitur për robët e tij të devotshëm, edhe në dynjë, pa ajo që ka përgatitur në ahiret është aq madhështore, sa që as syri se ka pa, as veshi se ka ndëgju, e as që ka mujt ndonjëherë zemra e njeriut me fantazu. Edhe andaj nuk duhet mashtrojmë me të mirat e kësaj bote, e të harrojmë xhennetin,
që është fillimi dhe mbarimi jonë, o vllazni. Allahu i madhëshëm kur e krijoi Ademin alayhis salam, ja dha mundësinë me jetu në xhennet. Edhe tha hani dhe peni dhe shetetuni dhe gëzohuni dhe knaquni këto begati xhennetit pa kufi. Illa shajarat al-khuldi wal mulki la tubla, veç kësaj peme mos ju afroni. Ja dha mundësinë me i gëzu të gjitha të mirat e xhennetit, veç një peme duheshte t'i largoheshte. Dhe e mujti vezvesja, edhe ju afrua asaj peme, edhe e dënoi Allahu Dhul Xhelal duke nxjerrë njeriu nga xheneti në dynja. Edhe vazhdoi jetën në këtë botë, në këtë tokë, që nga Ademi alayhis salam me bijtë e vet, e deri më sot, e deri në kiamet vazhdon jetën në këtë tokë. Mirë po, ashtu sikur se gurbetçarin vazhdimisht e kap malli dhe nostalgjia për vatanin e tij, ashtu edhe besimtarin e devotshëm, megjithse kënaqen këtë botë, jeton jetë të këndshme dhe të begatshme në këtë botë, shpesh herë e kap malli dhe nostalgjia për vatanin e tij të parë. E vatani i parë i njeriut pas ka qenë xhenneti. Dhe lusë Allahun e madhëshëm të gjithë neve, na mundson që na të kthehemi në vatanin parë, e të bëhemi banor të xhenetit Firdausi, inshallahu taala. Do më dasht e pa dasht, ne na merr malli nëse e rrisim imanin dhe takvallëkun për këtë vendbanim tonin të parë, dhe duhet të punojmë dhe të përpiqemi që t'i respektojmë udhëzimet e Zotit dhe udhëzimet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që pastaj këto vepra tona që na i bëjmë ta meritojmë rahmetin e Allahut dhe të bëhemi banor të xhennetit. Xhenneti, o vllazni, është malli i Allahut Dhul Xhelal, të cilin mall Allahu e ka nxjerrë në pazar. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna silata Allahi al-ghaliya, ala inna silata Allahi al-janna." Malli i Allahut është malli i shtrenjtë. Sot secili prej neve, kur Allahu i madhëshëm i jep pak pasuri, mundohet me ble mallin më të shtrenjtë, edhe në pazar, edhe në qarshi, edhe në kerr, edhe në shtëpi, të gjitha kushtet e jetës së tij mundohet të arrijë standardin. Pse? Se është bindje e përhapur tek njerëzit, edhe zakonisht është e saktë se gjërat e shtrenjta janë më kualitative edhe janë më afatgjate. Mirë po vllazni, na të eshtu imanin ton, të eshtu takvallëkun ton, duhet me i kalu këto mallra me vlerë dhe të shtrenjta të kësaj bote, duke sinu me e fitu mallin më të shtrenjtë që ka ofruar Allahu Dhul Xhelal për njerëzimin, e ai mall që Allahu e shet shtrenjtë është xheneti i tij. E përderisa është malli i shtrenjtë, o vllazni, duhet me u përpjek, duhet me u mundu, duhet me u djersit, duhet me u lodh. Ashtu sikur se gjithë na djersitemi, lodhemi, angazhohemi, preokupohemi për këtë botë, për këtë dynjë. Nuk ka njeri i cili ka fitu pasuri duke ndet në shtëpinë e tij, në karriken e tij, pa lëviz, pa punu, pa u lodh dhe pa u djersit, e pa rreziku. Asnjë. Andaj ashtu sikur se shumica prej nesh mundohen, përpiqen, angazhohen, lodhen, djersiten me fitu këtë dynjë, megjithse kjo dynjë është asgjë në krahasim me atë që Allahu ja ka përgatit robit i tij të devotshëm. Si ka mundësi dikush me neve me dëshiru, me shpresu, me andru xhenetin e pa punu, e pa u lodh, e pa u angazhu, e pa u djersit për te. Andaj kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ala inna silata Allahi ghaliya, ala inna silata Allahi al-janna,
malli Allahut është i shtrenjtë, e këtë mall që Allahu e ka ofru, është xheneti. Domethënë na duhet përpiqemi të mundohemi edhe të ndihmë veten të nderuar dhe të privilegjuar që jemi në këtë garë për ta fituar xhenetin. Se në dynjë gjithë na njihemi me zvetje dhe e dim filoni zengini ka blerë një kerr të shtrenjtë, edhe unë e këshiri ta blej një si aj apo më të mirë se aj. Bëjmë gara me zvete, edhe ata që bëjnë gara në mallat shtrenjta janë shtres e caktuar dhe numër i kufizum. Edhe s'është me rëndësi kush ja kalon gara, me rëndësi se ke hipti në mesin e vipave. Kushtimisht thonë. Se dunjaja vllazni asken se bën vip. Dunjaja me të gjithat mirat që i ka asken se bën vip. Vip i vërtet është ai njeri i cili është i madh te Allahu Dhu Xhelal, vetëm. Edhe shumë me rëndësi rinia jonë me kuptu mirë këtë punë. E mos më mashtru me garat artificiale, me garat imagjinare, të cilat i bëjnë me zvete për me kuptu se kush është më i fortë, e më i madh, e më i pasur, e më me ndikim. Se kjo dunja është kalimtare, e çka ka pas, çka s'ka pas këtë dynja. Lloj-lloj mbreti e pushtetari, lloj-lloj pasaniku e perandori, lloj-lloj ushtaraki e të fuqishmi. Ka pas gjëra që mendja ka zarar që themi na këtu. Andaj mos mendo se nëse arrin diçka për kësaj bote je bo shumë i madh. Vip i vërtet, njeri i madh, i rëndësishëm është vetëm ai që te Allahu është i madh. Edhe kush kapet për Allahun dhe manifeston ubudijetin e tij, adhurimin e plot ndaj Allahut, ai gjithsesi ka më qenë i madh, edhe i fuqishëm, edhe i pasur. Ama kështu janë njerëzit, mashtrohen me të mirat e kësaj bote, me shtimin e pasurisë dhe shtimin e familjes. Ashtu sikur se Allahu i madhëshëm në Kur'an tha: Alhaakumut takathur. Ju mashtroj juve shtimi i pasurisë dhe shtimi i familjes. S'ka dyshim se secili prej nesh, kur i shtohet pasuria, gëzohet, dëfrehet dhe argëtohet. E kur i shtohet familje, bëhet familje e madhe dhe me ndikim njëjtë, e manifeston fuqinë e tij dhe tregon gëzimin e tij. Mirë, po kjo është prej mashtrimeve që i përjeton ai njeri në këtë botë. E tha Allahu Dhu Xhelal: Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir, derisa ti vizitoni varrezat. Atëherë merr vesh se ketë ajo garë për ta shtu pasurinë edhe ndikimin tanë, pushtetin tanë, është i parëndësishëm nëse në këtë varr nuk t'jep gradat larta te Allahu Dhu Xhelal. Se i madh, ai i fortë, është ai njeri që kur ta vendosim në ndhe, t'jetë i madh edhe i fortë me veprat e mira që ka bërë te Allahu Dhu Xhelal. Se kjo botë është kalimtare o vllazni dhe shpejt shumë përfundon. Edhe krejt ato të mira që na i kemi, nëse nuk kanë qenë sebeb me na afru te Allahu Dhu Xhelal, do të bëhen pengesë nga ngritja jonë në pozitat larta të Allahu Subhanahu wa Ta'ala. Pra ky mall të cilin na ofron Allahu Dhu Xhelal është ajo tregti për të cilën njeriu duhet me qenë i gatshëm me fliju edhe veten e tij edhe pasurinë e tij. Tha Allahu Dhu Xhelal: Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adhabin alim. A doni t'ju tregoj një tregti e cila ju shpëton juve nga dënimi i dhëmshëm dhe u jep juve xhenetin, tujahiduna fi sabilillah, të luftoni në rrugt të Allahu Dhu Xhelal dhe të flijoni vetveten tuaj dhe pasurinë tuaj. Andaj nëse njeriu nuk është i gatshëm me fliju edhe pasurinë e tij për të fituar xhenetin e Allahu Dhu Xhelal, po edhe veten e tij, atëherë nuk është let ky njeri me fitu këtë xhennet. Andaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: Huffetin naru bishahawat
wa hufetil gjennetu bil mekarih. Gjenemi, zjari është i rrethekuar me epshe, me dëshira, me lakmi, me knatësi. Kurse gjenneti është i rrethekuar bil mekarih, me gjërat pa dëshirueshme, të vështira, të rënda. Andaj, kush e don me fitu gjennetin duhet jetë i vendosur në zbatimin e urdhave të Zotit dhe t'i largohet ndalesave të tij dhe t'jetë i disiplinuar në adhurimin e tij. E dëfrimi, argëtimi që bëhet me të drejt apo pa të drejt, me halal apo me haram, ai dëfrim nuk ka mundësi me çu ty tek xheneti që është shpërblimi më i madh, gëzimi më i madh dhe kënaqësia më e madhe të cilën ka mundësi në jetën e tij me përjetu një njeri. Xheneti, ku lumejt e xhenetit rredhin plot me begati, e pallatet e shtëpijat janë pallate aq të mëdha dhe aq të bukura sa që s'ka pas mundësi njeriu me i pa në dynjë me syt e tij. Flasim për një xhenet ku tullat e shtëpijave tona janë nga ari dhe argjenti. E malteri, llaçi që ngjiten tullat është nga misku dhe shafrani. E ku secili besimtar ka me shiju kënaqësitë e xhenetit pa u plak, e pa u smu, e pa pas pengesa në shijimin e atyre kënaqësive. Aty njeriu kënaqet, e gëzohet, e nuk semuret, e nuk plaket, e nuk ndodh asgjë që aprish disponimin dhe kënaqësinë këtij besimtarit në këto xhenetet e tija. Andaj, o vllazën, të gjithë na duhet me kujtu këtë xhenet shpesh në jetën tonë dhe me dëshiru dhe me lutë Allahun me na dhon. Pse kjo? Sepse kënaqësitë e xhenetit janë aq të mëdha sa që s'ka mundësi mi marrë me mendja jonë. Po edhe kundërta, Allahu na rujt, ndëshkimi i xhenemit është aq madhështor, aq i dhëmshëm, aq pikëllues, aq djegës sa që nuk ka mundësi me duru askush penesh. E kjo dynja është kalimtare, lum ai që e mendon xhenetin dhe punon për te. E mjerë për atë njeri i cili e haron në fundin e tij, edhe nëse i braktis urdhat e Zotit, haron se ka mundë shku me zjarin e xhehenemit i cili ka me përvlu. Allahun e madhërishëm e lusim që gjithë neve që jemi sot në këtë xhami dhe gjithë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ta bon prej banorëve të xhenetit, e të gjithë neve dhe gjithë umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam na ruan nga zjarmi i xhehenemit. Walhamdulillahi rabbil alamin.